Jemi sërish në studio me doktor Visar Zekaj, me të cilin do të diskutojmë edhe pyetjet e juaja, problematikat e ndryshme që na keni dërguar, do të mundohemi të jemi të shkurt, sepse me të vërtet pyetjet kanë qenë të shumta dhe do të mundohemi që t'ju japim përgjigje përmes doktorit. Faleminderit doktor Zekaj që je sërish së bashku me neve edhe në këtë pjesë të dytë të momentit. Kënaqësi. Atëherë, po fillojmë me pyetjet e publikut, nga që me të vërtet kanë qenë disa problematike nga më të ndryshmet, kështu që do të mundohemi t'u japim përgjigje edhe nga ana e ekspertizës suaj. Për shembull, pyetja e parë thotë kështu: kanceri i zorrës së trash, a duhet të bëjmë kontrolle të rregullta për kancerin e zorrës së trash dhe në çfarë moshe? Është një protokoll botëror nga shoqata e gastroenterologëve, ku rekomandohet prej mbi moshën 45 vjeçare se cili njeri i të dy gjinive, pa marrë parasysh a kanë problematik apo nuk kanë problematik, të bëjnë kolonoskopin. Kjo është si një metodë diagnostike e cila përdoret për diagnostifikimin e hershëm të patologjive të zorrës së trashë, të cilat mund të avancojnë në smundje kancere. Në këto raste, për shembull, shumë herët nëse kryjmë një kolonoskopi, mund të evidentojmë një polip, dhe polipet janë formacionet e cilat mund të hiqen me endoskopi pa pas nevojë me bë intervenime kirurgjike. Andaj është e rekomandueshme të gjithë personat mbi moshën 45 vjeçare, pa marrë parasysh a kanë apo nuk kanë ankesa nga trakti digestiv, ta bëjnë një kolonoskopi, sepse nëse bëhet në moshën 45 vjeçare kolonoskopi, atëherë dhe nuk ka asnjë patologji, atëherë 10 vjet më nuk ka nevojë me bë kolonoskopi për me përcjell. Mirë po, rekomandohet mbi moshën 45 vjeçare me qëllim të evidentimit të hershëm patologjive të cilat mundin me alteru në smundje maligne. Pyetja tjetër thotë kështu: a ka ndonjë lidhje midis pirjes së duhanit dhe problemeve të stomakut? Pirja e duhanit çdo shkakton probleme të traktit digestiv. Do të me thonë se shkaktari numër 2 i ulqerave të luktit është duhani. Menjëherë mas Helicobacter pylori, duhani është shkaktari tjetër i cili shkakton ulqerat e luktit. Andaj, çdo kush që e pin duhanin, kisha kërku për tyne që sa ma shpejt me mujt me ndërprej është ma mirë për shëndetin e tyre. A do t'jetë efektive nësa ata shkojnë me një reduktim gradual të situatës, apo duhet përfundimisht talën? Duhet me njerë të ndryshe nuk bojmë kur gjo, për derisa konzuman vazhdimisht të mdonë, nuk i zgjidhje. Sepse ka shumë raste që thonë nga 10 në ditë e kam reduktuar në 5, dhe nga 5 po synoj tash në 3, tjerë, pra kështu, pra i jep efektet e veta kjo rrallësi? Aj po pinduan. S'ka rëndësia 5 a 10, tash po pinduan. Kështu që një thirrje e menjëhershme. Po, do të me lënë krejt për me pas efekt mirë. Pyetja tjetër thotë kështu: kam dhimbje të forta në pjesën e poshtme të barkut, shpesh shoqëruar me ngërçe dhe të përzjera. A mund të jetë kjo shenjë e ndonjë problemi serioz? A është mashkull a femër? Femër. Femër. Tash do të me po problematiken se endometriozat, problemet ginekologjike janë ato që karakterizohen me dhimbje fundit barkut, mundet me qenë një infekcion urinar, mundet me qenë një pezmatim i vezoreve. Andaj, duhet me shiku, mundet me qenë një zorqore kronike, mundet me qenë do një smundje zorëve të holla. Është tepër e vështirë me dhonë një konkluzion të menjëhershëm se çka mundet me qenë. Me qenë se ka kohë gjatë, nuk e besoj që mundet me qenë diçka kritike për shëndetin, po unë e rekomandoj me bo një vizitë mjeku, me marrë një orientim më të qartë se çka munden me qenë ato problematika. Si mund të dallojnë nëse dhimbja e barkut është e lidhur me ushqimin, stresin apo ndonjë faktor tjetër? Kjo është tash, në këtë aspekt mundet me ndihmu mjeku shumë. Zakonisht lidhja kur është prej ushqimit, me njerë mas ushqimit pacienti 10 minuta ose 15 detyrohet me vjell ushqimin. Kur ka një problematik që është direkt nga lukti. Zakonisht na shumë lehtë të diagnostifikojmë një pacient i cili nuk ka probleme me traktin digestiv. Qysh, vjen pacienti thotë, doktor po pi pantoprazol, po s'po ma lën shenjë. Atëherë nuk
nuk është problemi të lukëthe, ose nuk është problemi të traktit digestiv, por është problemi ma shumë stresogen. Andaj duhet ose me diskutu me to, se problematika e ti ma shumë është me bazë nervore. Doktor, ka dhe disa pacient për të ndërlidhur me përgjigjen që sa po e thatë, që realisht ata shkojnë dhe konsumojnë ndoshta medikamentet të cilat nuk janë as në përshkrimin e mjekut, thjesht pra shkojnë edhe vetëm një kohën me një farë mënyrë ose tjetër, ose ndoshta një konsult e shkurtër me farmacistin dhe pastaj përfundojnë në barra të ndryshme. Sa është gabim dhe sa mund të kushtoj kjo? Gjithë është gabim. Çdo tablet është një substancë kimike e prodhuar nga fabrikat e ndryshme. Nuk është mirë me marrë substanca kimike, pa marrë parasysh pse janë borna, pa pas një konsultim me mjekun. Sidomos në ato borna të cilat përshkruhet shumë mirë edhe në bari që nuk i jepet pa recetë të mjekut, nuk shitet pa recetë të mjekut. Tjetër çka është me pi një paracetamol ose një vitamin C për me rrit pak imunitetin, mirë po pacientët tonë fatkeqësisht përdorin lloj barnash pa kur fare konsulte me mjek dhe pastaj shfaqen me problemet ndryshme shëndetësore, vallai kum pi këto, s'm boni kur gjë, m'boni dëm. Kështu që çdo herë kur planifikon me trajtu një problem është mirë me u konsultu me një mjek specialist fushës. A ka ndonjë lidhje midis dhimbjeve të barkut dhe ciklit menstrual? Kur duhet të shqetësohem? Kjo është një pyetje ma shumë që lidhet me ginekologjinë. Zakonisht dysmenorrhejt janë dhimbjet të një numër i madh i vajzave të cilat cikli menstruale kanë me dhimbje. Ato zakonisht nuk janë shqetësuese, nuk do të mu merakos shumë, mirë po nuk është mirë edhe mi neglizhu. Nëse e ndjen që mundet me pasë edhe diçka tjetër, është mirë me konsultu edhe me mjekun tjetër. Pyetja tjetër thotë kështu. Paka shumë që ka lidhur me këtë që diskutuan. A është e sigurt të përdorim ilaçe pa recetë për të lehtësuar dhimbjet e barkut, apo duhet të konsultohemi gjithmonë me mjekun? Këtë diskutuam tashmë. Është mirë mu konsultu çdo herë me mjekun, mos me marr borna veç pa kontroll. Mundimi i barkut, kur ndodh shpesh në të njëjtën kohë, është lloj stresi apo problemi tjetër? Probabiliteti më i lartë i stresit. Çfarë do natyre? Qoftë në aspektin pozitiv, sepse nganjëherë mund me ndje një lloj stresi edhe në situata pozitive. Edhe pse është të vështirë tash me dhënë një konkluzion tilla, po kupton pa bën një kontroll, mirë po pe përvojës që kam të përditshme me pacienta, probabiliteti më i lartë është i stresit. Nuk përjashton edhe probleme tjera, por stresi është më i madh. Kurse në aspektin nëse shkojnë me përshkallë të tjera nga stresi tek depresioni, tek ankthi dhe të tjera simptoma që mund të ndjejmë, mund të sillen edhe këto sëmundje të barkut? Po, sigurisht. Stresi, ankthi, ngarkesa emocionale, unë ka plot pacient që i kam edhe shok që pi kafe për ditë me ta, kanë ardhur me simptome, me dhimbje, me lodhje, me plagështi, i thotë s'po moj më qu me terapi psikiatrike, ajo është në rregull tash. Apo kupton, domethënë stresi është një faktor shumë i rëndësishëm në traktin digestiv. Jo më këtë thojnë trakti digestiv është truni i dytë. Sidomos për zorën, atë është truni i dytë. Doktor, unë të falenderoj shumë sot që ishe në moment, edhe përmes këshillave tua të arta, realisht uroj të kem përfituar edhe shikuesit tanë, dhe madje me që arritëm t'i përgjigjeshim disa pyetjeve të tyre, kena bën edhe neve që të ndihemi të nderuar edhe me prezencën tuaj, por edhe t'ju dëshirojmë suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të dashur teleshikues